Në seancën e fundit të Këshillit të Komunës së Tetovës është miratuar çmimorja e re për kyçje në rrjetin e ujësjellësit. Ky vendim ka hyrë në fuqi me iniciativë të kësaj ndërmarrje për të vendosur rend gjatë kyçjeve, për shkak se për një kyçje në rrjetin e ujësjellësit dhe qytetarët edhe bizneset kanë paguar pothuajse të njëjtin çmim, sidomos në sektorin e ndërtimtarisë. Drejtori i ndërmarrjes publike komunale Shari, Valon Zeqiri, është shprehur se kjo çmimore vendos barazi për të gjithë qytetarët e Tetovës, për kyçjen e ujësjellës dhe për pagesën sipas konsumit të ujit. Sipas tij, me këtë vendim nuk ka më manipulime për investitorë të cilët në të kaluarën paguanin njësoj si një qytetar i thjeshtë që ndërtonte një shtëpi, ndonse kishte ndërtuar objekt shumë katësh. Tash ndërtuesi do të duhet të paguajë kyçje për çdo banesë. Ne prekur e kena formuar ndërmarrjen në PK Shari në ujësjellësin këtu në qytetin e Tetovës, nuk ka pasur një çmimore e cila ishte për të gjithë qytetarët e njëjtë, ka qenë një çmimore e cila ka ekzistuar vetëm për objektet individuale, ndërsa tani nuk ka ndonjë ndryshim tjetër në këtë çmimore, vetë se e kanë shtuar për objektet kolektive do duhet të paguajnë për çdo, si për shembull ndërtesa do duhet të paguajnë për çdo banesë, do duhet të paguajnë kyçje. Çmimorja ka qenë vetëm këto objekte kanë paguar njëjtë si gjithë qytetarët, në qoftë se një qytetar për një shtëpi ka paguar për ujë dhe kanalizim diku te 800-900 euro, një ndërtesë ka paguar vetëm për kyçjen e ujësjellës 1500 euro dhe 1500 euro ka paguar për kanalizim që i ka ardhur diku te 3000 euro dhe nuk ka qenë as pak të barabartë kjo çmimore për të gjithë qytetarët. Ai më tej tha se investitori krahas pagesës për kyçje do të paguajë dhe për vendosjen e ujmatësit. Paguajnë për secilën banesë veçme, si paguhet për shtëpi individuale, do duhet edhe për banesat, por do duhet të paguajnë edhe një taksë e cila do të vendohet aty edhe një ujmatës kontrolluese dhe para atë do të duhet të paguajnë. Pasi Tetova ka qenë qyteti i vetëm që nuk e ka pasur këtë çmimore, të gjithë qytetet tjera e kanë këtë çmimore, vetëm Tetova ka qenë anashkaluar te kjo pjesë. Deri më tani nuk ka patur një çmimore e cila do të ndante kategoritë e qytetarëve që kërkojnë kyçje në sistemin e ujësjellësit. Efektet e mospasjes së kësaj çmimore kanë shkaktuar dhe probleme shtesë lidhur me furnizimin normal me ujin e pishëm. Krahas kësaj, prej fillimit të këtij viti, çdo lidhje e paligjshme dhe çdo formë keqpërdorimi të ujit do të sanksionohet sipas ligjit. Dënimi për anvisri dhe persona fizik është nga 500 deri në 2000 euro, ndërsa dënimi për biznese, persona juridik si dhe ndërtues të ndërtesave banesore që kryejnë kyçje ilegale, dënimi është deri më 5000 euro.